Shiko, ka një gjë. E para njerëve duhet, këto janë etapa që do të djegi kinematografia shqiptare. Janë etapat e konsumizmit, që do ketë dhe nga ata që nuk kanë mbaruar shkollën, do të ketë dhe nga ata. Çështja e bërit një film të mirë nuk është tek pjesa që ke bërë apo nuk e bërë shkollë. Për mendimin tim, çdo gjë lidhet me në film, në kinema, lidhet me pjesën përveç pjesës profesionale, që është pjesa. Jo, përveç teknikës, dhe ana e regjisë, dhe skenari. Por doja të qëndroja pikërisht te skenari, doja të qëndroja sepse duhet të jetë një skenar që nuk duhet të flasi për një ngjarje shqiptare. Sepse ngjarja shqiptare në fundit e kuptojnë vetëm shqiptarët. Po duhet të flasi për një ngjarje shqiptare që i flet tërë botës. Mendoj ky është Chelsea që duhet të zgjedhë një skenarist dhe një regjisor për të arritur për të bërë një film që sepse kush është veçoria e filmit? Nuk është veçoria e filmit ta japi vetëm në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, tek shqiptarët në Greqi, siç bëjnë lëvizje. Qëllimi i filmit është që të shitet në botë, të shitet në Itali, të shitet në Francë, në Spanjë, bredi tëra këto festivale, dhe të jetë do të thënë film që edhe kur ta shikojë spanjolli ashtu me dublim apo me titrim, do thotë, ua, më ngjarë me këtë lloj ngjarje që ka ndodhur këtu ose me këtë lloj filozofie që është pikërisht këtu në Spanjë tek neve apo diku në një vend tjetër. Dhe ky është mesazhi që këta duhet të arrijnë të kuptojnë, këta kinastët dhe rinj që duhet të arrijnë të kuptojnë pikërisht këtë. Domethënë, këtë lloj mesazhi duhet të përcjellin. Këtë lloj kinemajet duhet të arrijnë ta kenë në kokën e tyre që të arrijnë për ta bërë një gjë të tillë.